Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Keni tension të ulët, ja ushqimet që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Tensioni i ulët i gjakut është një sëmundje shqetësuese, por që merr një vëmendje të pamjaftueshme në krahasim me hipertensionin. Nivelet e duhura të tensionit duhet të jenë 12/8, thonë të dhënat. Sipas të dhënave të Healthline, tensioni më i ulët mund të jetë i dëmshëm kur zbret 9/6. Simptomat më të zakonshme të tensionit të ulët të gjakut përfshijnë marramendje, dobësim, të përzira, mjegullim të shikimit e të tjera. Dehidratimi, ndryshime në stilin e të ngrënit, aktivitet jashtëpër fizik, anemia, stresi, tiroidja, niveli i ulët i sheqerit në gjak janë disa prej shkaktarëve të uljes së tensionit. Ky i fundit mund të menaxhohet më mirë nëpërmjet disa ushqimeve të caktuara. Ushqimet dhe pijet më të mira kundër tensionit të ulët të gjakut sipas Healthline janë këto. Kafeja. Kafeina njihet për këtë aftësi të rritjes së menjëhershme të tensionit të gjakut. Nëse ky i fundit ka pësuar një rënje të menjëhershme, pini një filxhan kafeje ose çaji me kafeinë. Këto dy pije stimulojnë sistemin kardiovaskular dhe rrisin rrahjet e zemrës. Çaji i amballit. Pirja e këtij çaji ndihmon në rritjen e tensionit sepse ngadalëson ndikimin e aldosteronit. Ky i fundit është hormon që rregullon ndikimin e kripës në trup. Ullind. Ullind janë të pasur me vitaminën E, hekur dhe bakër. Shija e tyre e kripur dhe ushqimet e kripura në përgjithësi rrisin tensionin e gjakut. Ushqimet e pasur me vitaminën B12 janë një ndihmë shumë e mirë për menaxhimin e tensionit të ulët. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i ulët i gjakut duhet të konsumojnë më shumë ushqime të pasur me vitaminën B12. Sasia e ulët e kësaj vitamine mund të shkaktojë anemi, e cila çon në pashmangshmëri të uljes së tensionit të gjakut. Vezët janë një burim shumë i pasur i vitaminës B12. Ato mund t'i konsumoni të zjera, të skuqura ose të pjekura, por më të këshilluara janë ato në formën e zjerë. Edhe uji do t'ju ndihmojë shumë në këto raste. Dehidratimi do të lërë pasoja të rënda në volumin e gjakut. Ulja e volumit të gjakut shkakton uljen e tensionit të gjakut, veçanërisht në momentet kur njeriu po kryen një aktivitet të caktuar fizik. Marrja e produkteve ushqyese të duhura në këto raste do të ndikojë pozitivisht në menaxhimin tuaj të tensionit. Megjithatë, për çdo shqetësim të mundshëm duhet të adresoni tek mjeku. Tensioni i ulët të gjakut ose ndryshe hipotensioni përkufizohet si vlerë e tensionit të gjakut e cila është më ulët se pritja normale e një personi të caktuar në kushte të caktuara dhe është nocion relativ. Vlerat e tensionit të gjakut ndryshojnë në varësi të aktivitetit, të moshës, të barnave dhe gjendjes shëndetësore. Presioni i gjakut konsiderohet i ulët kur vlerat më të larta janë 90 dhe vlerat më të ulta 60 ose 9/6. Shkaqet e presionit të ulët të gjakut mund të jenë nga dehidratimi deri te çrregullime të rënda mjekësore ose kirurgjikale. Është e rëndësishme të zbuloni se çfarë po e shkakton tensionin e ulët të gjakut në mënyrë që mund ta trajtoni atë. Për disa persona, presioni i ulët të gjakut mund të sinjalizojë probleme të rënda, veçanërisht kur bie papritur ose shoqërohet me shenja dhe simptoma të tilla si marrje mendsh, humbje të ndjenjave, shikimi turbull, të përzira, të vjella, lodhje, vështirësi në frymëmarrje dhe mungesë e përqendrimit. Nëse për një kohë të gjatë trupi juaj shfaq këto ndryshime, atëherë duhet të shkoni tek mjeku juaj për të marrë edhe trajtime më të specializuara. Mos e neglizhoni tensionin e ulët, pasi për një kohë të gjatë mund të krijojë edhe disfavore të mëdha në shëndetin tuaj, të cilat me kalimin e kohës mund t'ju kushtojnë në shtrenjtë. Hipotensioni ekstrem mund të rezultojë edhe me gjendje të rrezikshme për jetën. Një rënje e papritur e tensionit të gjakut mund të jetë e rrezikshme. Një ndryshim i vetëm 2 pikë, për shembull, kur numri sistolik bie nga 110 në 90, mund të shkaktojë marramendje dhe të fikt, pasi truri nuk arrin të marrë një furnizim në kohë të gjakut. Këto mund të shkaktohen nga gjakderdhja e pakontrolluar, infeksione të rënda ose reaksione alergjike të cilat mund të jenë kërcënuese për jetën. Në këtë rast mund të ketë marramendje, dobësim të trupit, çrregullime të shikimit ose edhe humbje e shkurtër e vetdijes. Sëmundja diagnostifikohet në bazë të historisë mjekësore, ekzaminimit fizik dhe rezultatet nga ekzaminime të tjera klinike. Trajtimi i hipotensionit varet nga shpërsia e simptomave.
Qëllimi është që tensioni i gjakut të rivendoset në vlera normale dhe të largojë kështu edhe simptomat e tij. Për të menaxhuar më mirë shëndetin tuaj, duhet i drejtoheni mjekut dhe të zgjidhni gjithashtu edhe ushqimet të duhura të cilat ju ndikojnë pozitivisht në menaxhimin më të mirë të tensionit të ulët. Tensioni i ulët i gjakut, i njohur ndryshe në gjuhën mjekësore si hipotension, është një nga kushtet kryesore që duhet t'i kushtoni vëmendje. Është një gjendje shëndetësore në të cilën presioni i gjakut në trup është i aq i ulët sa shkakton marramendje, lodhje dhe këputje, gjendje të fikti, vështirësi në frymëmarrje, shikim të paqartë, të vjella, arrahje të shpejta të zemrës e të tjera. Krahas konsultës mjekësore, që patjetër është hapi kryesor që duhet të ndërmerrni në rastin e problemeve akute të tensionit të ulët, ka disa mënyra krejt natyrale përmes ushqimeve, të cilat ndikojnë menjëherë edhe në mbajtjen e presionit të balancuar. Por receta të thjeshta por të fuqishme në efekte lehtësojnë në dukshëm komplikacionet shëndetësore që shkakton tension të ulët të gjakut. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim ushqimet dhe trajtimet më të mira natyrale në kushte shtëpie për të mbajtur nën kontroll tensionin e ulët. Uji me krip. Uji me krip ndihmon në lehtësimin e simptomave të ulta pasi elementi sodiumi që gjendet te kripa nxit shërimin e presionit të gjakut. Për këtë recetë ju mjafton të hidhni një gjysmë lugë çaji me krip në një gotë me ujë dhe ta pini kur ndjeni se keni tension të ulët. Gjithashtu, nëse çështja juaj përsëritet për një kohë të gjatë, zgjidhja efektive është të i drejtoheni edhe mjekut të specializuar për këto raste. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ndihmuar në rritjen e tensionit të ulët është edhe kafeja. Konsumi i kafes ose çokoladës së ngrohtë rrit në mënyrë të përkohshme presionin e gjakut. Nëse ju vuani në mënyrë të shpeshtë nga tensioni i ulët, mund të konsumoni një filxhan kafeje çdo mëngjes ose gjatë kohës së ndërmjetme të vakteve ushqimore. Edhe rushi i thatë është një ndihmë shumë e mirë në këtë aspekt. Që në lashtësi, rushi i thatë është të përdorur si një recetë natyrale për trajtimin e tensionit të ulët. Hidhni një gotë me ujë 30 deri në 40 kokra rush të thatë. E lini gjatë gjithë natës dhe konsumoni në mëngjes me stomakun bosh. Këshillohet të konsumoni gjithashtu edhe ujin e kësaj pije. Këtë recetë mund ta përsërisni për disa javë ose një muaj për të përmirësuar gjendjen tuaj. Edhe borziloku ka efekte pozitive për personat që vuajnë nga tensioni i ulët. Borziloku është i pasur me vetime ribërse për organizmin, përfshirë edhe mbajtjen e presionit të gjakut nën kontroll. Gjethet e tij janë të pasur me vitaminën C, magnez dhe kalium, që ndihmojnë në qetësimin e mendjes, ashtu si dhe reduktimin e stresit. Këshillohet të zjeni 15 gjethe borziloku për disa minuta në një filxhan çaji me ujë. E lini derisa të ftohet. Shtoni në të një lugë çaji me mjaltë dhe konsumoni këtë pije me stomakun bosh çdo ditë. Gjithashtu, ju mund të përtypni 4 ose 5 gjethe borziloku të freskët çdo mëngjes, në mënyrë që të merrni gjithashtu edhe përmirësimin më të mirë të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që nëse vuani nga tensioni i ulët për një kohë të gjatë, të mos e neglizhoni shëndetin tuaj, t'i drejtoheni mjekut dhe të zgjidhni produktet më të mira. Një ndër to është edhe ulliri. Ullinjtë janë të pasur me vitaminën E, hekur dhe bakër. Shija e tyre e kripur dhe ushqimet e kripura në përgjithësi do të rrisin tensionin e ulët të gjakut dhe do të kthejnë aleatë të mirë të shëndetit tuaj. Një tjetër produkt me efekte pozitive në menaxhimin e niveleve të tensionit të ulët është edhe panxari i kuq. Pirja e lëngut të panxarit të kuq 2 herë në ditë ndihmon gjithashtu edhe në marrjen e potasit, një prej elementeve më të rëndësishëm në mbajtjen në gjendje të qëndrueshme të tensionit të ulët. Përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj është një aspekt pozitiv për menaxhimin e tij. Shega është një frut i pasur me potas, flavonoide, vitaminën A, B dhe C, si dhe me veti freskuese, vepron në nivelin kardiovaskular dhe riekuilibron presionin e zemrës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.